Drenica ka nisur përgatitjet për stinorin pranveror që nga 10 janari dhe synim kryesor i skuadrës nga Skenderaj është mbetja në elitën e futbollit kosovar dhe kështu të vazhdojnë traditën që asnjëherë pas luftës të mos bie në ligën e parë. Krahas mbijetesës, Drenica si synojnë edhe Kupën e Kosovës dhe optimizmi është i madh të kryetrajnerit Fadil Rama dhe futbollistët, të cilët e premten ishin duke u përgatitur në Drenas në fushën me bare artificial, e cila ofron kushte më të mira për stërvitje. I pari i shtabit teknik të Drenicës Fadil Rama thot për Tribuna Channel se deri më tani gjithçka ka shkuar sipas planit dhe zbulon se fazën e fundit do ta kryen në Durrës. Siç e dini, të gjitha ekipet udhtojnë jashtë për shkak të mundësive të cilat krijohen në vende jashtë Kosovës për zhvillimin e më të thjeshëm të fazës përgatitore. Ne dikon nesër, eventualisht prej mas nesër do të transferohemi jashtë Kosovës, do të thotë ndoshta. Ai beson se do të mbesin pjesë e elitës, por thotë se do të luajnë me të gjitha forcat edhe në Kupën e Kosovës. Me punën që do të bëjmë edhe me përpjekjet e gjithë lojtarëve, përpjekjen e kryesisë, e cila vazhdimisht është pranë neve dhe punën që po bën, besoj se ne do të vendosim diku në mesin e tabelës, nuk do të ketë problem për mbijetesë. I pari i Drenicës që zëvendësoi në fund të stinorit vjeshtor Afrim Jasharin, foli edhe për konkurrentët që kanë në luftë për mbijetesë. Do të zhvillohet një luftë, nëse mund të them ashtu, ndoshta e pasigurt prej lirie e të poshtë, po mendoj gjitha ekipet janë të rrezikume. Ardhet e reja Rama i cilëson si shumë pozitive, sidomos rikthimin e Kreshnik Lushtakut. Kryesia e aktivizoi, respektivisht e riktheu Lushtakun, një lojtar kvalitet, nuk kem qa me fol për cilësitë e tij, është një lojtar shumë i mirë, kem nevojë për to. Gjithashtu edhe për forcime tjera. Drenica në afatin kalimtar të janarit ka transferuar 4 futbollistë me emër në futbollin kosovar. Dugaçin Gashin nga Besa e Pejës, Kreshnik Lushtakun nga Prishtina në Form Huazimi, Adnan Haxhaj nga Liria e Prizrenit dhe Kreshnik Nebion nga Gjilani. Të katërtit besojnë fuqishëm se do të kenë sukses me Drenicën dhe shprehen të kënaqur me pritjen që është bërë. Mendoj që jenë të rrjedh përgatitjet mirë. Jam qenë edhe më herët pjesë e KF Drenicës 5 vite dhe jam sërish për këto 6 muaj të ardhshme. Përgatitjet janë të shku mirë. E kemi një ekip besoj mjaft të mirë, siç dihet na pret një orar shumë i vështirë. Besoj që Drenica do të mbetet në pjesë elitës së futbollit. Po, gjithçysh besoj, po është 100% kjo punë. Ja kam filluar që 3-4 ditë me stërvitje. Përgatitjet po shkojnë mirë. Bajnë atë çtash më shumë loje se me vrapime kanë kry më shumë. Synimet janë sa më shumë pikë më marr, për ata kemi bërë edhe përforcime. Si po ndihesh këtu te Drenica? Mirë, më kam prit shumë mirë këta djemët edhe në shpjetem. Po dihet Drenica është një nga skuadrat që luajnë futbollin më të mirë këtu në Kosovë, një nga skuadrat më të mira. Mbetja në ligë pa barash nuk diskutohet. Ekipat janë në nivel, nuk kanë një ekip që mund të bëjë diferencë madhe, domethënë edhe kupa është pjesë objektive tona, trajnerit dhe bashkëlojtarëve. Po shpresojmë që këna me arrit qëllimin. Po mirë, tash sa kanë filluar, pak me vonesë. Arsye se kanë të klubit direkt tash s'kemë vendos. Servita të shumë mirë. Po shpresoj me arrit ato objektivat e klubit që janë. Është kupa, shumë normale, kupa, mbijetesa, barazhe, asaj do të ikim pa problem, ma besoj. Për mesfushorën Taulan Dajaku, përgatitjet janë duke shkuar shumë mirë. Ani pse thotë se faza e parë është e mundimshme? Gjithë faza e parë është e mundimshme, po është fazë për të cilën nuk bëhet me vazhdu kampionatin. Ndoj ekipi është të përgatit mirë. Fillim këna pas disa kushte të vështira për shkak të motit shumë të rëndum që ka pas shumë borë, po kohës mbrëmje edhe Perëndia u kallëzoi mëshirshme me neve dhe kemi do kushte më të mira. Ai mendon se shkuarjet jashtë vendit nga të gjitha ekipet nuk planifikohen ashtu siç duhet. Mendoj se kjo puna të shkumit në vende për me bënë fazën përgatitore ka efektin e vetë mirë, po ka njerë kur të bëhet vetë se duhet me shku, është përgjithsisht skuadra kosovare më bëhet çuditshme këtë farë aspekti për shkak se zgjedhin me shku në fazë përgatitore atje dhe nuk kanë një plan detajuar. Shënuesi më i mirë i Drenicës në vjesht Granit Arifaj që realizoi 9 gola dhe mban vendin e dytë pas John Gjonit,
beson të skuadra nga Skenderaj. Ai përveç angazhimit maksimal që ta shpëtoi Drenicën, kërkon edhe titullin e shënuesit më të mirë. Besoj shumë që do jesim në Superligë pasi kemi bërë një ekip mjaft të mirë. Gjithsesi do luftoj për këpucën e orë pasi gjosat janë shumë mirë, nuk është larg 3 gola. Arifaj tregon edhe për ofertat e shumta që kishte në afatin e janarit dhe arsyeën pse i mbeti besnik Drenicës. Po, kom pas shumë oferta nga Skodra, kom pas nga Fernikli, nga Gjilani, e disa tjera klube, po kontratën e kom pas dhe në qeshur dhe kom vetë që qëndroj besnik klubi dhe në fund. Në fund, për adhuruesit e futbollit në veçanti për shikuesit e Tribuna Channel, mjeshtri i golave në Gërshër Granit Arifaj realizoi një të tillë në stërvitjen e skuadrës të premten në mesditë. Drenica në stinorin vjeshtor përfundoi në vendin e 8 me 19 pikë, 5 më shumë se Ferizaj, që ndodhet në zonën e barazhit.